Përtej konfliktit midis SBA-ve dhe Iranit ka minuta edhe orë të ecshme në Kosovë. Besoj jeni me dije për zgjedhjen e presidentit. Në orën 12 është afati i fundit, nëse nuk arritet konsensus për të zgjedhur një presidente, do të futemi fatkeqësisht në një tjetër ngërç politike dhe zgjedhje të parakoshme. Disa minuta më parë, presidenti aktual e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, hodhi idenë për zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, madje ka dokumentuar gjithashtu edhe në kuvend amendamentet e saj. Të shumta kanë qenë fakt figurat politike që e kanë mbështetur këtë amendament i fundit. Rustemi, disa minuta më parë, edhe kryetari e grupit parlamentar të vetëvendosjes, e para njerë një opinion në lidhje me këtë propozim të presidentes Vjosa Osmani, se pyetja e parë që më vjen ndërmend është pse pikërisht tani kur kemi arritur aty ku s'mban më, jemi vetëm disa orë larg skadimit të afatit, a nuk mund të bëjmë më herët ky depozitim edhe kjo procedurë për zgjedhjen e popullit nga presidenti, nga zgjedhjen e presidentit nga populli, apo duke qenë se klasa politike ka, le të themi, tension të madh midis vetes edhe asnjëherë nuk gjen konsensus, erdhëm në këtë pikë? Me lejo të them që fatkeqësisht në dy anë të kufirit, pra në dy anë të kufirit shqiptar, sjellja politike është e njëjtë. Ne shohim që politikanët nuk ulen për dialog. Pra nuk ulen për të bërë dialog dhe për të arritur në një përfundim i cili është në të mirë të vendit. Unë nuk e shoh pse zonja Osmani nuk duhet vazhdoj në një mandat të dytë, cilat janë arsyet që nuk është propozuar. Po, ka një arsye prapa dyerve, si thush, që nuk është arritur të bindet një pjesë e madhe e politikanëve të opozitës, sepse ne dim që duhet një numër i caktuar. Se mendon se Kurti është dakord për zonjën Osmani? Shpesh është parë si rivale e tij. Nuk jam shumë i sigurt a është se është dakord, por besoj që ky sondazh pra është bërë nga vetë zonja Osmani. Pra po thua, opozita në Kosovë nuk e do zonjën Vjosa Osmani? Po pikë pari nuk e do LDK-ja një. Nga ka dalë zonja Osmani. Dhe është fatkeqësi sepse një zonjë e tillë duhet trajtohet me shumë kujdes dhe është aset për politikën, sidomos politikën ndërkombëtare të Kosovës, por edhe pse jo edhe të Shqipërisë, sepse ajo përfaqëson mirë ngjyrat të dy vendeve tona. Pra kjo është e para. E dyta, unë nuk e di po kush do jetë kandidati për president në Kosovë, nëse nuk është zonja Osmani. Kisha një panel përpara se të vinit ju në studio edhe më thanë ka plot figura, edhe akademike, cilat janë konsensuale. Pyetja ime është cila është kjo figurë që ka një lloj, le të themi, backgroundi politik apo eksperiencë, por gjithashtu edhe lidhje të duhura, marrëdhënie të duhura me ndërkombëtarët, pse jo edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pra është e vetmi. Ishte kandidatura për shembull për një antar të familjes Jashari, po nuk e di se sa nderim për familjen Jashari, sot ka qenë edhe 28 vjetori i masakrës dhe vrasjes së heroit Adema Jashari, kështu që nderim disa herë, jo një herë. Por çështja është, a na duhen njerëz të cilët kanë mundësi për t'i bërë mirë vendit? Dhe zonja Osmani, presidenti Osmani, është një person që i hapen dyert në Bruksel, në Berlin, por edhe në Washington. Dhe kjo është ajo çfarë i duhet Kosovës. Pra nuk gjen arsye pse mos kandidohet sërish ajo. Pse mos tjetë ajo? Kjo është ajo çfarë i duhet Kosovës. Dhe kthehemi edhe një herë tek problemi shumë i madh në dy krahët e kufirit, që politikanët nuk ulen për të biseduar me njëri tjetrin për t'u marrë vesh për të biseduar. Sa më mirë këto njerëz të ulen të bisedojnë, aq më mirë do jetë për vendin. Në të dy krahët. E duhura kjo iniciativë për zgjedhjen e presidentit direkt nga vota e popullit? Unë besoj që është e duhura. Zonja Osmani ka përkrahje në popull, pra në shqiptarët e Kosovës, dhe në qoftë se ndodh kjo, unë besoj që ajo e ka të sigurt vendin, pra mandatin e dytë. Qartë. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë. Shkëputemi edhe një herë për pak publicitet.